Përshëndetje. Siç e keni në djeni, nga burgu i Durrësit është arratisur një i paraburgosur, i cili në fakt shoqërohej nga policët penitenciar për në Spitali Rajonal Durrës. Dhe këtu ka ndodhur ngjarja. Padyshim që kjo është një ngjarje e cila rëndon mbi drejtuesit e policisë burgjeve, siç është ajo e IEPP-s Durrës, por mbi të gjitha rëndon mbi drejtorin e përgjithshëm të burgjeve. Unë kam qenë nga të paktët avokatë që i kam folur, kur ka qenë diskutimi në media lidhur me menaxhimin dhe administrimin e burgjeve, dhe kam patur debate të ashpra me drejtuesit aktual ose ata të larguar nga drejtimi i këtij institucioni. Me drejtuesin aktual të drejtorit e përgjithshëm të burgjeve, Kleris Qosja, kam patur një debat për disa muajsh lidhur me mënyrën e administrimit të tij dhe mënyrën dhe qasje që tregon ai ndaj personave të veçantë të cilët gjenden në paraburgim. Ka qenë rasti i presidentit zotit Meta, për të cilën unë kam bërë edhe kallëzim penal, denoncime gjithashtu te avokati i popullit, dhe vetë zoti Meta ka bërë një kallëzim penal në prokurori lidhur me trajtimin që drejtori i burgjeve i bën atij, mënyrën e sjelljes institucionale shumë inkuizitore ose persekucioni që bëhet ndaj tij. Dhe kështu që nisur nga të gjitha këto, unë kam folur në media duke i thënë se burgjet shqiptare janë kthyer në një Guantanamo, ose burgjet shqiptare janë të pasigurta, ose në burgjet shqiptare ka korrupsion, në burgjet shqiptare futen celular, në burgjet shqiptare futet lloj sendesh që nuk janë të lejuara. Dhe nisur nga kjo, drejtori i burgjeve mua më bëri kallëzim penal për të cilin unë po prisha imazhin e ndritur të burgjeve shqiptare, dhe se burgjet shqiptare ishin një model që do ta merrte Hollanda, Belgjika, gjitha vendet e ulta andej. Dhe kështu që ky ka qenë një debat i hapur. Po ja që unë kam pasur drejt, koha më ka dhënë gjithmonë të drejtë kur ka qenë puna për drejtësinë dhe për këto institucionet gjoja të pavarura, dhe ja ku gjendemi sot. Gjendemi ku burgjet shqiptare me një lëvizje, ose më saktë me një problematik të vogël, zbulon një problematik shumë herë më të madhe, siç janë administrimi dhe menaxhimi i burgjeve. Nuk është problemi se ju mund të transferosh disa persona nga një burg në tjetrin dhe u mbyll kjo histori. Jo. Burgjet shqiptare sot që ne po flasim janë burgje të cilat kanë probleme thelbësore, sepse burgjet në fund të fundit njerëz janë qendra rehabilitimi dhe nuk janë qendra inkuizicioni. Dhe kjo është ajo që unë vazhdoj të them dhe do ta ngrë edhe në të ardhmen, sepse burgjet shqiptare nuk ka asnjë lloj rehabilitimi, janë qendra ku të cilët punojnë dhe paguhen ca njerëz të cilët shumica e tyre janë edhe të korruptuar, po deshët ju, dhe kjo është problematik e cila ka qenë, është dhe me sa duket do vazhdoj të jetë. Nuk është problemi i transportimit ose i çuarjes disa personave nga një burg në një tjetër, por problemi është drejtori i përgjithshëm i burgjeve, i cili i pari duhet larguar nga detyra.